Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë këtë herë rrëfimin e radhës. Linja telefonike që do të bëj sot është nga një vajzë e cila është në një moshë të konsiderueshme, do të thënë ka tek 38 vjeç, që në fakt don të tregon një rrëfim jete, është e dashuruar me një djalë, por ai djali çuditërisht është i martuar, ka dhe familje, por vajza thot që i ka premtuar shumë. Ajo dëshiron të dëgjon komentet e juaja, ju do ta dëgjoni rrëfimin, do ta kuptoni rrëfimin se për çfarë bëhet fjalë, do me thënë janë këto dramat familjare që unë në fakt as nuk i mbështes, as nuk dua t'i mbështes, dhe në një farë mënyre as nuk dua që t'i dëgjoj fare se ekzistojnë fenomenet të këtilla, sepse janë fenomenet më të këqija dhe më të shëmtuara që mund t'i dëgjojmë. Vajza ka një mlef me bashkëshortin e tij, por unë do ta kyç në linjën telefonike që ajo vetë ta tregon të gjithë rrëfimin e jetës së saj. Besoj që jemi gati, linjën e kam gati. Okej, përshëndetje, jemi së bashku. Faleminderit shumë që pranove të ndash rrëfimin tënd edhe pse në mënyrë anonime. Po, Tiron, mirë mbrëma. Po e dashur, të dëgjoj, mundesh. Unë kam patur një jetë shumë të vështira. Kam qenë e lidhur me një burr të martuar, i cili në fillim më premtoi që do të më mbante shumë mirë, por në fund të ndryshoi krejtësisht në mendimet për mua. Jemi njohur rastësisht. Isha në një lokal unë, jam tek të 40-tat, edhe ai vinte shpesh te ky lokal, ishte biznesmen, nuk ishte njëri thjeshtë. Dhe aty filluam që të njihemi, të ndani momentet, edhe unë fillova që të afrohem me të. Ai më tha që kishte një grua dhe fëmijë, por më tha që nuk e donte gruan e tij, nuk ishte i lumtur me gruan që e kishte në jetë. Dhe unë mendova që thash që hajt ta provoj një herë fatin, se nuk i diet, pasi që ai ndoshta edhe du të ndaheshte me gruan e vet. I tregova familjes time. Familjarët e mi ishin dakord që unë të lidhesha me të, edhe të nisja jetën. Ndetëm në lidhje 4 muaj. 4 muaj kemi ndek në lidhje. Pastaj filluam të jemi pak më zyrtar, edhe ai më premtonte që do të marrë në shtëpi, që do jemi bashk, shëtisnim bashk, verën e kaluar shkuam në pushime bashk, por për një kohë ndryshuan gjërat më një herë. Ai u ftohtë prej meje dhe nuk dëshironte. Në këtë rast, do me thënë, ai i dashuri jot, ai burri që ju e quani, ka qenë në dieni që ju po dashuroheni dhe që ju po e merrni shumë seriozisht të lidhjen, sepse ai ka ditur që në shtëpi ka një grua dhe fëmijë, nuk është se nuk ka qenë i paralajmëruar. Po, ka qenë në dieni, sepse unë i thash që kujdes se unë po vi brenda te ty, unë po dashurohem shumë, por mua nuk më intereson gruaja dhe fëmijët, tati, unë dua të shoh lumturinë time, edhe tani jam shumë e mërzitur edhe dua t'ja shkatroj familjen, sepse më duket jo normale, më ka përdor, unë kështu e shoh, sepse më premtonte, unë pas atyre premtimeve u dashurova, më premtoi që do më blente një banesë, më premtoi që do më blente një makinë, më premtoi që do më blente shtëpinë, e tani nuk janë këto gjërat. Nuk janë asnjëra prej këtyre. Më ka mashtruar dhe unë jam shumë e mërzitur. E mërzitur sepse ja dhash kohën time, ja dhash jetën time. Unë i besova shumë. Dhe ai çfarë bëri? Ai më përdori mua edhe pastaj u kthye tek e shoqja, tek ajo, nuk di si ta quaj, shumë e shëmtuar në fytyrë. Është shumë njëri kot ajo. Nuk ja vlen të merresh me të. Po më fal, nëna jote, familja juaj në këtë rast, çfarë qëndrimesh kanë? Do të thënë çfarë thot familja jote, sepse ti the që prindërit e din këtë histori, si e gjykojnë ato këtë ngjarje? Po jo më çfarë gjykimi, mami më thot merr valixhen, shkoj ke shtëpia, nda nga gruaja thot, të ka maltretu thot, të ka mashtru thot, mami dhe ka të drejtë. Edhe babi këtë më thot, ose le të t'jape lek thot, që t'ka lënë. Dhe të paguaj thot për ditë që ka qenë me ty, që edhe ty në një farë mënyre që
të jesh e sakt në shpirt, mos kesh vujtje. Ai më ka mashtru, edhe unë kam bërë që do ta ndaj këtë rrëfimin, edhe një ditë prej ditësh do t'i shkoj, sepse edhe prindërit e mi kërkojnë të më shpërblimin për ti, se më shkatrovi jetën, më maltretovi, më gënjeu, më tha mua taj që unë të dua, unë dua të mere me ty, do shkatroj martesën time, do të marrë ty, atëre mos mi thonë të këto premtime kot. Pse mi tha këto premtime të kot? Vetëm për të më lënduar, vetëm për të më nxjerrë nga vetja, të më bëj mua të keqe. Dhe sot unë çfarë fitova për kësaj historie? Hama thuaj ti unë çfarë fitova? Asnjë gjë nuk fitova. Mu thjesht mbeta pa asnjë gjë. Të paktën le të ma blente një banesë, ta kisha nga ai, një kujtim të paktën. Por jo ti më mua të dalësh, të bësh qefe nëpër hotele, të ngresh këmbët si të duash, edhe më në fund mos merresh fare me mua. Kjo është e tmerrshme. Ma thuaj konkretisht lutem, çfarë pret ty nga ky tani? Kur ky domethënë të ka mbyll çdo derë, çfarë dëshiron ti të marrësh nga ky që je kaq shumë e frustruar edhe me gruan e këtij që në këtë rast gruaja çfarë faj mund të ketë, se çfarë bën burri i saj? Patjetër e kam, sepse më ka shkatruar jetën. Dua çdo gjë të më japem, të më paguaj vitet që më mori, kohën, minutat, orët, sepse më ka mashtru. Edhe unë i besova shumë. I besova tepër, se prisha unë komoditetin tim të mere me këtë. Dua patjetër të mi kthen të gjitha gjërat, edhe minutat të mi kthen po, sepse e kam patur kohën time të shenjtë. Unë jam 40 vjeçe, e ti nuk mund të vish të tallësh me mua si të duash ti, sepse nuk ta ngroh ka gruaja jote shtratin. Shkojgje femrat të tjera për të ngrohur shtratin, burr pervers, i pa edukat, pizvur, dërsa ajo gruaja vet ajo që vdek inshallah, ajo plera, atë ure me shpirtun atë të ke mundësi ta shtyp me makinë të janë zijetën asaj, ordineres, lavires të pis, sepse nuk e dua kur ma atë grua. Po edhe ky që më ka mashtruar dhe paguaj shtrenjtë. Edhe një ditë do pendohet shumë vëmend. Unë shpresoj që të gjesh gjuhën e përbashkët dhe të qetësosh një herë pikë së pari zemrën, sepse shikoj që je shumë e inatosur, je shumë e mllefosur, dhe më pas të kuptosh që për mendimin tim je gabim, nga që ai ka një familje, ka ndërtuar një familje, po kjo puna jote më vjen keq që po ta them, mua më duket vetëm kalim kohe, do me thënë thjesht ka dashur që të kalon kohën me ty, asnjë gjë tjetër nuk ka në këtë mes. Ky është mendimi im, qoftë edhe i gabuar. Unë të përshëndes dhe me patjetër që do të dëgjohemi sërish. Mirupafshim. E pra të dashur ndjekës, ishte kjo historia që ju ndoqët, do me thënë kjo vajzë shumë e inatosur me ishte dashurin e saj tashmë, pasi që ai e ka përdorur dhe e ka mbajtur për interesa. Kështu siç e thot kjo, si e komentoni këtë situatë?